me datën 17 prill, Shqipëria në Tiranë për dorëheqjen e Edi Ramës. Sali Berisha paralajmëroi kështu në bashkëbisedimin me qytetarët përmes rrjeteve sociale datën e protestës së radhës në atë që e cilëson revolt paqësore, me kërkesë largimin e kryeministrit Edi Rama dhe formimin e një qeverie teknike. Edi Rama ke vetëm një rrugë, dorëheqjen sa më parë. Shefin e mazhorancës e akuzoi se ka lobuar me ata që i cilësoi racistët në Bashkimin Evropian, që ta stigmatizojnë korrupsionin dhe ta paraqesin si problem kulturor të shqiptarëve, duke u referuar kështu deklaratave të komisioneres Marta Kos. Të lobuar dhe të paguar nga Edi Rama duan të paraqesin korrupsionin si një fenomen të natyrës të geneve të shqiptarëve. I ktheu përgjigje pyetjes së ndjekësve pse opozitarët nuk po ngujohen para kryeministrisë apo në kuvend. Mos harro se gjën kilometrin e fundit, ne u detyruam të zhvillojmë shumë beteja, beteja të cilat ndofta në historinë politike të Europës nuk i ka zhvilluar asnjë forcë politike demokratike. Në ditën që çmimi i naftës u rrit në 218 lekë për litër, Berisha theksoi propozimin e Partisë Demokratike që sipas tij ka efekt të menjëhershëm. Nuk do mund të shitet kurrë litër nafte më shtrejt se në Kosovë dhe në Maqedoni, ku çmimi është rreth 60% më i ulët se në Shqipëri dhe paralajmëroi një nga vendimet e para nëse do të rikthehet në qeverisje. Ndër vendimet e javës parë do të jetë vendosja minimumit jetik. Duke u kthyer përgjigje qytetarëve, kryedemokrati hodhi akuza ndaj Partisë Socialiste, ndërsa paralajmëroi se Partia Demokratike do të fillojë së shpejti punën në zgjedhjen e kandidaturave për zgjedhjet e ardhshme lokale. Me 17 prill është dita e shqiptarëve, është dita e kryengritjes më të fuqishme paqësore që ka njohur Shqipëria.